Një nga mbrojtësit më të mëdhenj të malësisë shqiptare sot pothuajse është harruar. Emri i tij ishte Bacakurti, prijesi legjendar i Grudës, njeriu që nuk pranoi kurrë të dorëzonte tokën shqiptare. Kurt Gjokaj u lind në fillim të shekullit 19 në fshatin Milesh të Grudës, në zemër të Malësisë së Madhe. Ai u rrit sipas traditave të kanunit, ku nderi, besa dhe mbrojtja e atdheut ishin mbi gjithçka. Me kalimin e viteve u bë një nga prijesit më të respektuar të Grudës, duke bashkuar malsorët në kohët kur trojet shqiptare përballeshin me rrezikun më të madh. Pas Kongresit të Berlinit në vitin 1878, fuqitë e mëdha vendosen që disa krahina shqiptare t'i jepeshin Malit të Zi. Por banorët e Grudës dhe Hotit nuk e pranuan këtë vendim. Nën udhëheqjen e prijesve si Bacakurti dhe Çunmula, ata u ngritën në mbrojtje të tokave të tyre dhe ju bashkuan lidhjes shqiptare të Prizrenit. Momenti më i njohur i Bacakurtit lidhet me luftimet e vitit 1880, kur malsorët shqiptar u përballen me ushtrinë malazeze në zonën e Zhanicës. Edhe pse kishin më pak njerëz dhe më pak armatim, ata shfrytëzonin terrenin malor dhe arritën të ndalonin përparimin e kundërshtarit. Kjo fitore u bë simbol i vendosmërisë së shqiptarëve për të mos lejuar coptimin e trojeve të tyre. Tradita popullore ruan edhe një rrëfim të njohur, sipas të cilit Bacakurtit ju ofruan pasuri dhe privilegje në këmbim të dorëzimit të tokës. Ai thuhet se refuzoi çdo ofertë, duke zgjedhur nderin dhe lirinë mbi çdo përfitim. Edhe pse kjo histori mbështetet kryesisht në gojdhëna, ajo tregon mënyrën se si populli e kujton figurën e tij. Bacakurti u ndan nga jeta në vitin 1881. Por emri i tij mbetet gjallë në këngët dhe rrëfimet e Malësisë. Për banorët e Grudës, ai nuk ishte thjesht një luftëtar, por simbol i besës, trimërisë dhe mbrojtjes së atdheut.